ekonomik. Të bën gati. Pra, ti thua që ju thoni që Braho do merret më shumë me pushtetin ekonomik këtë mandat. Me të gjitha se do mbushi autobuzat për statistikën e radhës që të lej një spak me statistika. Por e di kush është problemi i tim? Problemi është ky. Ai është 43 vjeçar. Mirë. 43 vjeçar. 44, 45, 46 i bie që ky 46 vjeç duhet ta lejë edhe spakun, edhe drejtimin, sepse më duket kam plotësuar mandatin 9 vjeçar mos gaboj. Mbyllet kapitulli me këtë, kapitulli i parë. Kapitulli i parë se spaku do të vazhdojë. Thjesht për këta prokurorë do të shkojnë për djathtës majtës ku e di, nuk e di ku do shkojnë. Ndoshta mund vinë ata që kanë kaluar 15 vite që kanë ngel vetting, mund ta aplikojnë për të hyrë në sistem, mund vinë ata. Nuk ka lidhje, është leje, nuk ka lidhje, po dëgjoj. Çfarë do të them këtu? Unë do të them këtë gjë këtu. Ky është 40 vjeçar, 46 vjeçar. Një 50 vjeçar sot tek ne, quhet i ri. Kur ishim në kohën e atëherë, ishte ky plakur. Është i ri ky. Pra ky ka një shans në jetën e tij. Çfarë? Dumani u shënuar në librat e Partisë Socialiste, që ndihmoi Partinë Socialiste. Dhe Dumani pret shpërblim nga Partia Socialiste, ta bën o deputet, o ministër, o fundfar ta bën antar gjykatës kushtetuese të japin një rol të madh, pra të jetë antar, se ta ketë 9 vite, pastaj harrohen gjërat në Shqipëri jemi, harrohen, na kupton? Harrohen, shqiptar jemi ne, harrohen. Tani dëgjoj mua. Braho është 50 vjeç. Pra, 46 edhe çfarë më të aman edhe 4-5 vjeç kanë, kupton? Po ky është i ri në moshë. Tani ky në moshë do të dali nga karriera profesionale me kokën lart apo të dalë me kokën poshtë. Se ky që është i ri, i bën që ky do të plotësojë edhe 30 vite dhe 20 vite që dalë në pension me kokë lart. E kupton çka ka Braho në mandatin e tij? E kuptoj logjikën. Pra Braho duhet për mendimin tim ta studioj qëndrueshmërinë e tij duke bërë atë që duhet bëjë. Çfarë? Veprim pa cënuar rendin kushtetues. Nuk do ta analizoj. Sepse rendi kushtetues ka shumë norma të cilët ai duhet të luaj. Ai tha nëse vjen momenti tek kjo që ju thatë, unë do eci përpara. Duhet të luaj me diplomaci. Pa diplomaci thoni ju, pa ai tha nuk kem avokat populli që për të mbrojtur drejtat e njeriu. Ai dërgon në gjykat dosjen, gjykata vlerëson. Pra nuk është afërmendsh. Në rast se nuk do të bëhet afërmendsh. Shiko, në rast se do të bësh statistik, bëu një statistikë e radhës, nuk është asgjë e keqe. Është në dorën tënde. Në rast se do të bësh statistik. Por un po të them që ky Braho ka tani pra një shans që një herë i jepet në jetën e tij. Nuk do t'i jepet shans tjetër përveç kësaj të radhe. Pra, 3 vite për këtë do të jetë shans. Për karrierën e tij, për vazhdimsimin e tij, për të gjitha do të jetë shans për të vazhduar karrierën. Çfarë do llojshme? Të lutem, për ta mbyllur më thuaj, ju mendoni që pushteti ekonomik mund të hasë më shumë vështirësi në goditje se politika dhe krimi? Pushteti ekonomik i dashur është goditur me arrestimin e Erion Velis, me arrestimin e Ilir Metës, me arrestimin e Sali Berishës, në arrestimin e disa të tjerëve të cilët janë pak më të pa poshtë nga vëmendja publike. Dhe unë mendoj që pushteti ekonomik e ka shumë të vështirë të rikëmbët në rast do goditet nga spaku. Dhe pushteti ekonomik shumicën e rasteve drejton edhe media, dhe ajo që unë e kam shqetësuese dhe sigurisht që shoqëri që janë në Everest dhe s'na dëgjojnë që i kanë bërë kaq shumë lavar spakut, është shumë e vështirë që ata të fillojnë të godasin spakun si institucion. Pra ata na sollën sikur spaku është diçka e re,
të këta janë të ri, por ndërkohë në brenda SPAK-ut të gjithë plepistat, të gjithë i ke mentalitet i vjetër. Pra, kjo gjë fakturohet tek pushteti ekonomik që i bëri lavar SPAK-ut. Dhe pushteti ekonomik, në momentin kur do filloj të goditet, do filloj ta ndryshoj pllakën me SPAK-un. Po na edhe ato krimet e rënda dhe kështu. Pra, do të thotë që ata e bën në një moment kur i vjen flaka, kundërkohë dihet që ata i kanë ardhur flakën në momentin kur janë arrestuar të gjithë këta politikanë sipas radhës. Sepse qëllimi kryesor kush është? Që bravo të thotë që unë kapa. Kë presin të gjithë kapet? Rama më vëlla. Bravo, ose populli i thjesht thotë përmes drejtësisë do të kapet e Rama, se me vota ai fiton.